أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahu në plot fuqishëm e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzuesi ynë është Allahu Dhul Xhelal, i cili na krijoi në përsosi në formën më të bukur. Përpara se të fillojmë, pra, siç kemi nisur me komentimin e Kuranit famlar, pra, kemi arritur në surën Nisa, siç e kemi thënë më herët, gjithsesi në ajetin 106 me radhë. Përpara se të fillojmë, ju ftojmë pra që të na vizitoni në webfaqen tonë www.arbërberisha.net, si dhe në rrjetet sociale Imam Arbërberisha, në Twitter, në Google+, në fanpage-in tonë, të abenoheni, të klikoni subscribe në Multimuslim Channel në YouTube po ashtu. Ligjëratat e kalume i gjani dhe më thanë surën Bekare, surën Ali Imran, Fatihan, surën Yasin, surën Kefikin, gjitha të komentuara në kanalin Multimuslim Channel në YouTube. Ju ftoj t'i shkarkoni, t'i downloadoni, t'i shpërndoni ato dhe t'u amundsoni dhe të tjerëve ta dëgjojnë fjalën e Krijuesit, i cili na krijoi në formën më të bukur. Ajeti 106 dhe deri në ajetin 121 do të jetë referencë apo do të jetë sot si sqarim, komentim në ciklin e ligjëratave në komentimin e Kuranit famlar. Bismillahirrahmanirrahim. Pra kështu fillon ajeti: Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Kërko falje për këtë Allahut, vërtet Allahu fal mëshiron. Pra Allahu xhaleshanuhu është falës, për emra dhe cilësive të tij të bukura është sa i fal shumë. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Dhe kjo është pra që Allahu ka dashuri për të gjithë ne dhe na fal ne, i cili ashtu pra si na ka kriju edhe na fal neve, na mëshiron neve, na drejton, na udhëzon neve ka e mbara. Pastaj vazhdon ajeti 107 me radhë dhe thot: Wala tujadil anil ladhina yakhtanuna anfusahum inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Mos polemizo për ata që trajtojnë vetëm, Allahu nuk e do atë që është gënjeshtar dhe mëkatar. Pra, wala tujadil anil ladhina yakhtanuna anfusahum inna Allaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Pra, Allahu nuk e don atë i cili është tradhtar dhe gënjeshtar, pra që e shton vazhdimisht gënjeshtrën dhe bën punë të mbrapshta. Pra Zoti nuk është i kënaqur me këtë lloj krijese, të cilën krijese ka mashtruar mallkumi shejtan. Zoti na ruaj, pra, po Zoti i don ato krijesa që punojnë gjëra të mira, të mbara dhe të dobishme. Pastaj vazhdon ajeti 108 me radhë dhe thotë: yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'wahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ata fshihen, tërpërohen prej njerëzve, nuk tërpërohen pra prej Zotit. Ai është me ta dhe edhe kur planifikojnë fshehtas thënjet me të cilat nuk është i kënaqur i Madhi Zot. Allahu nuk mund t'i shpëtojë veprimet e tyre. Pra, ata ku janë fshehtësi, pra lajmojnë, pra bajnë gjëra të poshtra, mendojnë se si me vjedh, me grabit, me shkatru, dhe mendojnë se Zoti nuk është tu i pa ata dhe duke i shiku ato gjona që ata po i bajnë. Pra ato mbrapshtira, ato gjona që të cilat as Allahu, as i dërgumi i tij nuk është i kënaqur. Është fjala për munafikt dhe pabesimtarët të cilët domethënë mendonin se si
të bëjnë pra gjëra të cilat nuk janë të hajrit, gjëra të cilat nuk janë të drejta, pra janë të padrejta. Muhamedi alayhi salatu wassalam na mëson, na porosit që të gjykojmë sipas Kuranit dhe të ecim pra me drejtësi dhe të ruhemi prej kësaj lloj kategorie të njerëzve që të cilët fshihen dhe bëjnë gjëra të cilat nuk ju vjen turp pra që t'i bëjnë, Zoti na ruaj. Pastaj vazhdon ajeti 109 dhe thot: Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati ad-dunya faman yujadilu Allahu anhum yawm al-qiyamati amma yakunu alayhim waqila. Ju jeni ata që i mbrojtët gënjeshtarët në jetën e kësaj bote. Kush do të polemizojë me Allahun për ta ditën e gjykimit, apo kush do t'i marrë në mbrojtje? Pra, ata që i mbrojtën gënjeshtarët punën pecke kanë. Pra në këtë botë që i kanë mbrojt gënjeshtarët dhe nuk e kanë mbrojt ata që është i drejtë, dhe prandaj si shkak i mbrojtjes gënjeshtarëve është ardhur çrregullim dhe kaos në atë vend ku ata kanë jetuar. Pra, kjo ka qenë një shkak që ka sjell parregullsi në vendin ku ai jeton. Pse se ai ka mbrojt gënjeshtarët, e ka ditë si po gënjejnë, pra on duhet me thon ose me përdor metoda që me i bojkotu gënjeshtarët dhe mos mi lën hapësira manevruese. Dhe si shkak i kësaj, pra, këta do është dashur me marrë masat parandaluese që mos më ndodh çrregullimet, sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam lidhe me gënjeshtën thotë, gënjeshtra është umul khaba'ith, pra është nëna e të këqijave. Zoti na ruaj. Pastaj pra vazhdon ajeti 110 me radhë dhe thot: wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Kush bën ndonjë të keqe ose ngargon veten, pastaj kërkon falje te Allahu, ai e gjen Allahun falës e mëshirues. Pra, Allahu është Rahim. Ne dim se pejgamberi sallallahu ka thënë: kullu ibn Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Pra, çdo biri i Ademit është gabimtar, por më i mirë prej tyre është ai i cili pendohet, se Allahu fal shumë. Por pendimi normal duhet të jetë pendim i sinqert, dhe që mos kthehet prapë njëtin mëkat që bën pra kë. E pra Allahu është Rahim, inna Allaha Ghafurur Rahim. Allahu është fals, mëkat fals, i fal gjinohet, por nuk duhet i bëjmë të njëjtat gjëra sërish, sepse ka njerëz që i bëjnë gjëra pa vetdije, ose ka njerëz që kanë gabu, por nuk bën me bë të njëjtin gabim. Pastaj vazhdon ajeti kuranor: wa man yaksib ithman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Kush bën ndonjë mëkat, ai ka ngarku vetveten. Allahu i di hollësit, është gjykatës i drejtë. Pra nëse kërkon falje, Allahu do të falë. Por kush bën pra një mëkat, ai veç si është që e ngarkon vetveten, e Zoti di gjonat mirë me urtësi dhe mjeshtri të lartë. Pastaj vazhdon ajeti kuranor 112: wa man yaksib khatiyatan aw ithman thumma yarmi bihi bariyan faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Kush bën ndonjë gabim ose mëkat e pastaj atë ja hull një të pafajshmi, ai ngarkohet me një shpifje e me një mëkat të hapt. Pra, nuk ka gjë më të keqe se me shpif e mja gjujt mëkatin atij që është i pafajshëm. Ne dim rastin e Musës alayhis salam dhe Karunit.
Karuni kishte dashur me fajsu Musën a.s. Kishte pagu para me shpif ndaj Musait, edhe kishte shtin disa lavire që me thonë që Musa a.s. ka pas punë me ne, pra ka dasht me hedh fajin se vetë ai ka qenë, pra Karuni ka qenë vetë moral, por ka qenë edhe një njeri me një madh që Allahu e sprovoi me pasuri, që njihet si një ndër njerëzit më të pasur në botë, pra e sprovoi Allahu me pasuri. Mirë po, ky pra dashti me shpifje dhe ja gjujti fajin Musës. Mirë po Allahu e qiti në shesht pa vërtetën e tij dhe përbiu Allahu bashkë me pasurinë e tij e përbiu toka e përbiu pra. Kjo është pra si shkak që ai ishte prej arrogantëve. Pastaj vazhdon ajeti 113 me radhë: "Walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu lahama ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min shay'in wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka 'azima." E sikur të mos ishte dhuntia e Allahut dhe mëshira e tij ndaj teje, një grup prej tyre do të humbte ty, por ata nuk humbin tjetër pos vetës së tyre. Ty nuk mund të dëmtojnë asgjë. Allahu të shpalli ty librin dhe shariatin, mësoj çka nuk dije. Dhuntia e Allahut ndaj teje është shumë e madhe. Porosia e Muhamedit që të gjykoj drejt sipas Kuranit ka të bëjë me një njeri që kishte vjedhur petkun e një fqinje dhe duke vërejtur se do të zbulohet petkun e vjedhur e hedh në burrin një jehudiu për ta fajsuar atë për ta shpëtuar veten. Pra ja gjun fajin tjetër. Për vjedhjen lajmërohet Muhamedi a.s. dhe duke e bindur familja e vjedhësit se atë kishte vjedhur jehudi, pejgamberi mendon të fajsojë jehudiun e pafajshëm, por ndërhyn Kurani dhe e zbulon të vërtetën, janë shesh. Ajetet pas tij udhëzojnë se duhet qenë i sinqert, duhet pranu gabimin, duke kërku falje prej Zotit e jo t'i shpif tjetrit pafajshëm. Gjithashtu nga kjo pjesë e Kuranit kuptohet se pejgamberi ka qenë i pagabushëm, nga se për çdo rast ka ndërhyrë shpallja. Pra, sikur të mos ishte pra dhuntia e madhe të Allahut dhe mëshira e tij, një grup pra do të humbte ty, por ata nuk humbin tjetër pas vetvetes së tyre. Pra, sikur mos ishte ndihma e Allahut, ata pra grupi devijum kishin me triumfu dhe mjerisht pra do të ndodhte një gjë e padëshirueshme. Pastaj vazhdon ajeti 114 me radhë: "La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqati aw ma'rufin aw islahin bayna an-nasi wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Në shumë biseda të tyre të fshehta nuk ka kurfar dobie, përveç bisedës kush këshillon për lëmosh, për ndonjë të mirë ose pajtim mes njerëzve. E kush i bën këto duke pasur për qëllim vetëm kënaqësinë e Allahut, ne do t'i japim më vonë në botën tjetër shpërblim të madh. Pra këto janë pra disa dispozita të cilat njerëzit pra treguohet për disa njerëz që kanë kënaqësinë e Allahut. Ata të cilët kanë qëllim pra me dhanë për Allah, msheftas, por qoftë dhe haptas, dhe japin ditën dhe natën, janë bamirësa pra. Ata thot Allahu, ne do t'u japim atyre në botën tjetër shpërblim pa mas. Normal në këtë botë do të kenë shpërblim për Allahut, por shpërblimi më i madh normal është xheneti i tij, me të mirat shumëta, sepse të mirat e Allahut nuk mund të numërohen, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pra khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala, pra mira dhe keqja vjen prej të Madhit Zot, por të keqen zakonisht njerëzit vetë gatojnë, se Allahu ua don të mirën krijesa.
Pastaj vazhdon ajetin 115 me radhë dhe thot: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Kush I kundërvihet të dërguarit pasi që është bërë e qartë e vërteta dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, ne lëm në atë që ka zgjedhur në dynja, e fusim në xhehenem, përfundim I keq është ai. Pra, nëse ky njeri merr një orientim të gabum, do të shkojë në vend të gabum. Pra, orientimi I gabum të çon në vend të gabum. Orientimi I qelluar të çon në vend të qelluar. Pra, sigurisht, pra, ata të cilët nuk janë mirënjohës ndaj të mirave të Zotit, ata e mohojnë vetveten. Dhe pra këta njerëz janë që e kanë mohu dhe refuzu vetveten. Pastaj vazhdon ajeti 116 me radhë: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Është e vërtetë se Allahu nuk fal mëkatin t'i bëhet atij shok, e pas këtij mëkatit tjetër t'i fal atij që dëshiron. Ai që I përshkruan shok Allahut, ai ka humbur dhe bërë një largim të madh prej së vërtetës. Ne dim Lukmani, pejgamberi I Zotit, po I thot djalit vet: Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. Pra, o birim, me dashuri, pra po thot: o birim, la tushrik billah, mos I bë Zotit ortak, se Zoti s'ka lind, ka as nuk është I lindur atij, askush nuk është I barabartë, as nuk ka asgjë si ai, lejse kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, pra asgjë s'është si ai. Pra, mos I bë shok Zotit, sepse inna shirka la dhulmun adhim, me të vërtetë shirki, ortakëria, është padrejtësi shumë e madhe. Pra nuk bën me I bën shok Allahit, është gjë e rëndë me I shoqëru Zotit një gjë që nuk është. Pastaj vazhdon ajeti 116 me radhë, 117 me radhë: In yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa ash-shaytana marida. Ata nuk lusin tjetër pos ti vetëm emra idhujsh, femra, dhe nuk lusin tjetër pos djallit të shejtanit, pra plot sherr. Pra, adhurojnë statuja, adhurojnë gjona të gabueshme, pra gjona zotra, krijesa, gjëra të gabume, pra gjëra të cilat janë bestytni paganor, paganizëm. Ka pej aty idhujve, do më thonë që kanë qenë edhe femra që I kanë adhuru në kohën e idhujtarisë, errësirës mardhe. Pastaj vazhdon pra ajeti I 118 me radhë: La'anahu Allahu wa qala la attakhidanna min ibadika nasiba mafruḍa. Atë e mallkoi Allahu, ai ka thënë: unë do të përfitoj një pjesë të caktuar të robëve të tu. Pra, ky është diskursi apo debati, diskutimi, pasi që doli nga mëshira e Zotit, pra shejtani dreshi mallkum, tha unë do t'i humbi rob, do t'ju dal para mrapa unë është gjallësas, edhe do të mundona me mishe me shpirt me I hub rob të Allahit, pra njerëzit, krijesat. Si shkak pra se nuk I ron sesh dhe ishte me një madh arrogant, nuk I ro krijesës Allahut edhe doli për mëshirës Allahut. Ishte pra si një lloj strategjie, një lloj që u dit ajo punë si dule u rreshtu në kampet e gabume ky mallkum dhe nuk e respektoi urdhnin e të madhit Zot. Dhe tash ky I ka shpall luft njerit e me mujt njerin e bën me kon I keq, me mujt njerin e bën të padashtun, me mujt e bën njerin me hub, me deviju me krejt.
Prandaj ne nuk duhet të ndëgjojmë epshet dhe zërat e gabushëm, por të dëgjojmë atë çka Zoti na mëson për mirë, e me bë mirë, e mordhu për mirë, e me fol mirë, e me mendu mirë, e me dashur, me u dashur mirë njerëzve, vetvetes, familjes edhe çdo kujt që na rrethon. Pra, do t'i shmong nga e vërteta dhe t'i bëj të shpresoj në gjëra të kota. Me të vërtetë kjo është për të ardhur keq. Pra, se si do të munduhet ai me i bë njerëz me mendu veç për gjëra të koti e me shmong për të vërtetës. Pra, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurrannahum fala yubtikun adhana al-an'ami wala amurrannahum fala yughayyiruna khalaq Allah ومن يتخذ الشياطين وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Pra do t'i shmong nga e vërteta, do t'i bëj të shpresojnë gjërat kota, do t'i urdhërojë dhe ata do të shqyen veshët e baktive, do t'i urdhërojë dhe ata do të shëmtojnë krijesat e Allahut, e kush e bën mik djallin, e jo Allahun, ai ka dështu sheshazi. Pra këtu treguhet një lloj shpërfytyrimi që do t'ju ndodh krijesave të Zotit, të cilat do të shpojnë vesht, do të bëhen çuditshëm mezi se kafshët, do të bëjnë gjëna të habitshme, do t'i hutojnë pra njerëzit, do t'i bëjnë që femrat më ngjojnë meshkujve dhe meshkujve më ngjojnë femrave, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, që s'do të vjen kiameti derisa nuk ju ngjojnë mashkujt femnave e femnat mashkujve. Pra në mënyrë anasjell e kundërta pra. Dhe pra do t'i shmong njerëzit nga e vërteta. Pra do t'i bëj njerëzit që të pa vërtetës me thonë të vërtet e të vërtetës me thonë të pa vërtet. Pra drejtën me bë të pa drejt e të pa drejtën drejt. Pra me të vërtet kjo është gjë e rëndë, sprove madhe për njerëzimin. Pastaj pra vazhdon ajeti 120 kuranor në surën Nisa, ya'idduhum wa yumannihim wa ma ya'idduhum shaytanu illa gurura. Ai u premton atyre dhe i bën të shpresojnë, por djalli nuk premton tjetër vetëm se mashtrim. Pra, këto janë truket e të mallkumit që i mashtron ata të cilët atyre të cilëve pra ju ka verbu zemra, mendja, me synt, ju ka verbu edhe zemra në krahëror pra. Ju ka bllokuar pra në çdo sistem i mundshëm i frymëmarrjes dhe i lidhjes me Zotin e vet. Pra, ai nuk premton tjetër vetëm se mashtrim. Thuhet se ditën e Kiametit i mallkumi shejtan ka me ia marrë një hutbe pasuesve të vet, qofshin njerëza, xhena, çka do që të jenë, edhe ka me ju tregu se ton jetën i ka mashtru, edhe ajo hutbe ka me kon hutbe e zezë për ta. Edhe ka me ju tregu se ton jetën i ka mashtru pas alkoolit, pas prostitucionit, pas gjërave negative, pas mendimeve negative, pas adhurimit statujave, shumë gjërave të ndryshme, të gabushme. Pra, pastaj ajeti 121, ulaika ma'wahum jahannam wala yajidunna anha mahisa. Të tillë që ndjekin të mallkumin, djallin, shejtanin, kanë vend në xhenem dhe prej tij nuk kanë të ikur shpëtim. Pra, mirë pra të grup caktum pra që po e ndjek këtë rrugë të gabume, për ta pra s'ka pështim për shkak se shka gatun e hëngrën, shka mbollën e korrën,
Pra, kjo është me të ardhur keq për këto krijesat të cilat u drejtuan gabim. Prandaj ne duhet i kërkojmë Allahut falje, para se Allahu fal shumë. Allahu është falës e don faljen dhe robët që i drejtohen atij me dua. Sepse Allahu xhaleshanu u thot në Kur'an: "Wa idha sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Pra kush me drejtohet mu me lutje, un jam qarib, jam shumë afër dhe pranoj pra lutsin, kur të më lutet mua, pranoj pra duan që më drejtohet. Duaja sinqert, me bindje dhe itikad te Allahu dhul xhelal. Kjo dua do të pranohet me lejen e Allahut xhaleshanu. Pra këto ishin ajetet nga 106 në ajetin 121, duke pas parasysh pra se këtu thirret për falje, mëshirë, mos me polemizuar shumë me gënjeshtarët dhe mëkatarët, me pas kujdes nga gënjeshtarët dhe mëkatarët, me pas kujdes mos me bë mëkate, mu ngarku, mos me shpif për tjerët, mos me trillu, me ndjek ato çka Zoti na ka urdhëruar, dhe me fitu kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Sepse Allahu xhaleshanuhu ata të cilët i japin lëmosh, Allahu pra ka për t'ia ushtuar të mirat. Ai i cili pra është vepërkeq e bën shok Zotit, shirk, pra do ta ketë përfundimin e keq në këtë botën tjetër. Dhe ai pra që i lutet Allahut, i drejtohet Allahut ka shpëtu. Ai që i drejtohet i idhujve, statujeve të gabueshme, veç se ka gabu edhe rënu, dhe nuk bën pra mu mashtru për shejtanit, po duhet mi drejtohet Zotit madh e Allahu xhaleshanuhu do t'i ndihmoj pa dyshim krijesat e veta që i ka kriju, që janë njerëzit. Andaj kjo pra është ligjërata e radhës. Na vizitoni në Multimuslims channel në YouTube, në www.arberberisha.net. Pra dhe shpërndani këto ligjërata. Zoti ju shpërbleft edhe një herë. Selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.